Takimet në Tinder që u bën ferr për 10 gra, si shpëtoi pa u nënshkruar një përdhunues për vite me radhë. E gjitha filloi si një histori në Tinder, një çift që prej disa javësh shkëmbeni mesazhe dhe pastaj takohen për një darkë, por kur Nadia, atëherë 27 vjeç, shkoi në apartamentin e Christopher për të shkuar së bashku në restorant, gjërat morën një tjetër kthes që ende i shkakton të dridhura 7 vjet më vonë. Ajo nuk është e vetme, 6 gra kanë ndarë përvojat e tyre në një podcast të BBC-s rreth Christopher Harkins, një mashtrues serial i cili jo vetëm që zhvaste para, por gjithashtu përdorte dhunë fizike dhe ekstreme psikologjike, sulme seksuale, kërcënime madje edhe përdhunim. Pavarësisht ankesave të bëra në policinë e Skocisë në vitin 2012, autoritetet filluan hetimin e Harkins, tani 38 vjeç, vetëm në vitin 2019. Policia u përqendrua në aspektin financiar dhe për shkak se nuk ishte ankesa për kërcënim ose dhunë, ata i trajtuan rastet si civile, mashtrim ose jo penale. Por më tepër ankesat u bën departamenteve të ndryshme të policisë në Skoci dhe sulmet u hetuan veçmas nga njëra tjetra. Ajo që më në fund i bëri autoritetet merrnin çështjen më serioze ishte iniciativa e një gruaje për t'ju drejtuar medias në tetor 2019 për të denoncuar Harkins. Policia kishte refuzuar atë pavarësisht ankesës së saj se Harkins i kishte zhvatur 3.247 pound për një paket pushimesh që nuk ekzistonte. Sot Nadia thot se shenjat paralajmëruese filluan kur ajo i razile së derës apartamentit të tij në vitin 2018. Harkins hapi derën me tuta sportive dhe i tha se ishte shumë i lodhur për të dalë. Ai tha se mund të merrnin ushqim për të ngrënë në shtëpinë e tij. Nadia hyri brenda dhe gjeti një apartament bosh, madje edhe televizori ishte në kuti. Ai ofroi vodka, por ajo preferoi të hidhte pije të gazuar për vete. Kjo e zemëroi atë madje edhe më shumë kur ajo aksidentalisht derdhi pak pije të gazuar në dysheme. Sa nga thëtje, nuk po e respekton pronën time, do i thoshte ai me inat, por Nadia, e cila kishte qëndruar vetëm 20 minuta me të, doli me njëherë nga apartamenti me makinën e saj. Harkins me njerë filloi ta bombardonte me mesazhe. Si guxon dikush si ty të ketë guximin të dalë në një takim me mua, shkroi ai përpara se ta kërcënonte, pa kohë më vonë se do të hidhej në një koktejl molotov në makinën e saj, do ta vriste dhe pastaj do t'i sulmonte tatin. Shënjestra tjetër e ofendimeve të Harkins ishte pamja e saj. Lope shëndosh, dukesh si derë, ke shumë grim. Ai shkruante deri në agim, duke shkatëruar vetëvlerësimin e Nadias, të cilin ajo kishte luftuar kaq shumë për ta rifituar pas një periudhe të vështirë që kishte kaluar. Nëse do të kisha pasur vajzën time, do t'i kisha dhënë fund jetës time. Nëse nuk do të kisha pasur vajzën time, do t'i kisha dhënë fund jetës time, thot ajo sot. Edhe pse menjëherë i raportoi kërcënimet e Harkins në polici, asaj u tha se nuk ishte asgjë që të mund të bënin. Nuk ishte kërcënime të drejtë për drejta kundër saj, kishte thënë policia. E pavt për të bërë më shumë. Nadia bllokoi numrin e tij, por Harkins vazhdonte ta ngacmonte në rrjetet sociale përmes njerëzve që e njihnin. Më vonë Nadia lexoi dëshminë e një gruaje që u përdhunua nga Harkins dhe kuptoi se kjo mund të ishte parandaluar nëse policia do të kishte ndërmarrë veprime kundër tij. Harkins e përdhunoi atë 2 muaj pas takimit me të. Vajza mund të ishte shpëtuar, tha ajo. Harkins u burgos më në fund në vitin 2024. Harkins u burgos më në fund në vitin 2024 pas pothuajse një dekade veprimi. Dënimi është 12 vjet për 19 vepra penale të dhunës fizike dhe seksuale kundër 10 grave. Midis tyre ishin kërcënime dhe friksime kundër Nadias dhe familjes së saj. Përveç këtyre, Harkins pranoi akuzat për mashtrim. Ai kishte nxjerr një total prej 214.000 pounds, rreth 240.000 euro, nga gratë përfshirë
edhe skema investimit të reme, por edhe duke përdorur identitete grash për të marrë kredi bankare. Hetimi i BBC zbuloi se ai kishte zhvatur edhe 70.000 pan të tjera nga gratë. Në total viktimat e tij ishin të paktën 30 gra. Megjithatë, autoritetet nuk duken veçanërisht të gatshme të kërkojnë falje viktimave që nuk u kanë dhënë vëmendjen që meritonin. 7 vjet më vonë, Nadia thotë se është rikthyer, jam shumë mirë, krejtësisht ndryshe dhe me më shumë vetbesim. Nuk kam frikë të flas hapur dhe nuk do t'i injoroj më kurrë sinjalet e forta, ka thënë ajo.